Shenjat e universit, mesazhi që po të bërtet tani. Po sikur arsyeja pse klikove në këtë video tani, në këtë moment të saktë të ditës tënde, të mos jetë thjesht një rastësi e vogël, një zhvendosje e gishtit në ekran, apo një algoritëm i ftohtë. Po sikur ky të jetë universi vetë që të bërtet me zë të lartë, duke të thirrur ty për të kushtuar vëmendje, sepse je pikërisht në prag të humbjes së mesazhit më të rëndësishëm të gjithë jetës tënde. Imagjino, jo një thirrje e lehtë, por një valë e madhe energjie që po troket në derën e shpirtit tënd, duke thënë mos e lër të kalojë. Ti je gati, por a je i gatshëm të dëgjosh? Sot nuk është një video e zakonshme. Është një ftesë për të hyrë në një botë ku çdo gjë ka kuptim, ku asgjë nuk ndodh pa arsye. Por së pari, le të ndalemi këtu, tek ti mbyll syt për një sekond. Merr një frymë të thellë, hyr në kraharet e gjoksit tënd dhe lëre të dalë ngadalë. Pyet veten, në 72 orët e fundit, a ke parë numra që përsëriten në orë, në fatura, në dritën e telefonit? A ke pasur pengesa të papritura, një tren që vonohet, një telefonat të humbur, një plan që bie poshtë? Apo ndoshta ke menduar papritur për dik që nuk e ke parë prej kohësh, dhe befas, ai person të kontakton? Nëse ndjen edhe një grimcë njohje, një dridhje të lehtë në shpirt, mos e injoro. Shkruaj tani në komente, e mora shenjën. Kjo nuk është thjesht një fjalë, është një deklaratë ndaj universit. Jam duke dëgjuar. Jam i zgjuar. Jam gati. Universi po pret përgjigjen tënde. Dhe kur e shkruan, diçka ndryshon brenda teje. Energjia fillon të lëviz. Pika 1. Prezantimi i të vërtetës, ndërtimi i besimit. Tani, le të hyjmë në thelb. Ajo që do të zbulohet sot nuk është një teori e re apo një modë shpirtërore. Është një e vërtetë e lashtë, e fshehur në çdo çast të jetës tënde, që shpjegon çdo rastësi të çuditshme, çdo ndjenjë të pashpjegueshme, çdo moment kur ke menduar brenda vetes, kjo nuk mund të jetë thjesht rastësi. Kujto ato çaste, një zog që ulet në dritare pikërisht kur po mendon për liri, një libër që bie në duart e tua me një citat që të godet si një rufe, një erë që të mbark një aromë të harruar nga fëmijëria. E vërteta që do t'ju trondit, asgjë nuk është rastësore. Çdo gjë është një mesazh. Dhe sot, universi ju dërgoi juve shenjën. Jo dje, jo nesër, sot. Sepse frekuenca jote u ngrit deli midis botës fizike dhe asaj shpirtërore u hollua, dhe tani ti je i aftë ta dëgjosh. Por si komunikon universi me ne, qenie të kufizuara në kohë dhe hapësirë? Le të shkojmë tek një zë autoritar, Dolores Tanon, regresioniste hipnoterapiste që kaloi 40 vjet duke hyrë në atë që ajo e quajti në vetdia, pjesa më e lartë dhe më e mençur e vetvetes son, që ekziston përtej kohës, hapësirës dhe kufizimeve të mendjes fizike. Në seancat e saj, mijëra njerëz zbuluan se universi nuk është një hapësirë e ftohtë, e zbrazët. Jo. Universi është i vetëdijshëm. Është gjallë. Është i vetëdijshëm. Dhe ka provuar të komunikojë me ty çdo ditë të jetës tënde, në mëngjesin e hershëm, në mesnatë, në mes të një takimi të mërzitshëm. Por ne, të zënë me zhurmën e botës, e kemi ignoruar. Sot, kjo ndryshon. Pika 2. Gjuja e universit, përshkrimi i përgjithshëm. Në vetëdia zbuloi diçka të mrekullueshme. Universi nuk komunikon me fjalë të thjeshta, sepse fjalët janë të kufizuara nga gjuha jonë njerëzore. Jo, ai flet në një gjuhë që ka përcen fjalët, një gjuhë shenjash, simbolesh, sinkronicitetesh, ndjenjash dhe dijenisht të menjëhershme. Është si një simfoni e heshtur, ku çdo notë është një mesazh personal për ty. Kur mësoni ta njihni këtë gjuhë, realiteti juaj transformohet plotësisht. Ju e kuptoni se nuk jeni vetëm në këtë udhëtim, ju udhëhiqeni çdo moment, çdo sekond të çdo dite nga një forcë më e madhe se vetja juaj. Imagjino, çdo pengesë nuk është pengesë, por një dorë e butë që të ridrejton. Çdo mendim i papritur nuk është konfuzion, por një fije e gërshetuar midis shpirtrave. Dhe kur e pranon këtë, frika zbehet. Vetbesimi rritet. Synimet bëhen realitet. Por le të shkojmë më thellë. Le të identifikojmë disa nga këto shenja kryesore, sepse sot universi po të flet pikërisht me to merr një frymë tjetër. Është koha të dëgjosh. Pika 3. Zgjerimi i shenjave, detajet e thelluara me shembuj. Le të fillojmë me shenjën e parë, më të dukshme, numrat që përsëriten. Kujto herën e fundit kur ke parë 11 në orë, jo një herë, por her pas here, sikur universi të thërriste në një orë të brendshme. Kjo nuk është matematikë e rastësishme, është gjuha e universit në formën e matematikës, frekuencës dhe vibrimit. 11 do të thotë zgjohu, një thirrje për të hapur syt ndaj potencialit tënd të fshehur. 2. 22. Beso procesit, mos u shqetëso për vonesat, ato po të formojnë. 3. 33. Je i mbrojtur, engjëjt ose udhëzuesit shpirtëror po të rrethojnë me dritë. 4. 44. Je në rrugën e duhur, çdo hap që po hedh është i saktë.
Dhe 5, 55, po vjen një ndryshim masiv, lëre të vi, sepse është për rritjen tënde. Nëse ke parë këto numra sot, universi po të thotë, ti je pjesë e një kodi më të madh. Dekodoje. Shenja e dytë, pengesat e papritura. Mendohu për atë herë kur një intervistë pune u anulua befas, ose një marrëdhënie u mbyll pa shpjegim. Vështirësitë nuk janë dënime nga një univers i ashpër, ato janë ridrejtime të dashura. Universi nuk po thotë jo për të refuzuar, por jo kësaj rruge, sepse ka një më të mirë, më të ndritshme. Çdo derë e mbyllur është një mbrojtje, nga një mundësi që do t'ju largonte nga rruga juaj e vërtet, nga një lidhje që do t'ju mbante të bllokuar. Kujtoj një shembull, një grua humbi një fluturim për shkak të trafikut, vetëm për të mësuar se avioni kishte pasur një problem. Ajo arriti në destinacion me një fluturim tjetër, ku takoi partnerin e saj të ardhshëm. Pengesa? Jo, shpëtim. Pyet veten, cila pengesë e fundit ishte në të vërtetë një dhuratë? Tani, shenja e tretë, mendimet e papritura për dikë. Kjo është magjia e gërshetimit kuantik, dhe të dia juaj prek atë të tyre, si dy yje që ndriçojnë njëri tjetrin në errësirë. Nuk është telepatia e Hollywoodit, është realiteti i shpirtrave të lidhur. Universi po ju përgatit për një takim të ri, një mësim të thellë, një përfundim që çlirohet ose një fillim të freskët me këtë shpirt. Shembull, ke menduar për një mik të vjetër dhe papritur, ai të dërgon një mesazh pas muajsh. Jo rastësi, universi po thotë, ky lidhje ka ende një rol. Çfarë mendimi të tillë ke pasur kohët e fundit? Lëre të udhëheqë. Shenja e katërt, ndjesit fizike. Dridhje në trup, rrahje të shpejta të zemrës, valë emocionesh që vijnë nga asgjëja. Këto nuk janë defekte fizike, por konfirmime shpirtërore. Trupi juaj është një antenë e fuqishme, duke kapur sinjalet e universit. Një dridhje në sup? Po, vazhdo me këtë vendim. Një valë trishtimi e papritur? Lëre të dalë, është një lirësim. Dëgjo trupin tënd si një instrument, ai po luhet nga melodia e shpirtit tënd. Shenja e pestë, ëndrat që ndihen reale. Ato nuk janë fantazi të kota, janë pamje paraprake të së ardhmes, mesazhe nga vetja juaj më e lartë, ose shkarkime të energjisë së grumbulluar. Kujto një ëndër ku ke parë një vend të panjohur dhe më pas e viziton atë në jetën reale. Universi po të jep hartën. Para se të flesh sonte, pyet, çfarë dua të di? Dhe vëzhgo. Shenja e gjashtë, këngët me mesazhe. Muzika nuk është argëtim, është frekuencë e pastër dhe frekuenca është gjua e parë e universit. Një këngë që luan papritur në radio me fjalë që përputhen me situatën tënde? Është përgjigje. Shembull, Let It Be luan kur po lufton me ankthin, universi thot lëre të jetë. Dëgjo me vesh të hapura. Dhe shenja e shtatë, gjetja e objekteve. Një monedhë në trotuar, një pupli që bie para këmbëve të tua, këto nuk janë mbeturina, janë manifestime fizike të përgjigjes së universitet ndaj energjisë suaj. Monedha? Pasuria po vjen. Pupla? Liria është afër. Mblidhi ato, falenderoj dhe vazhdo. Pika 4 mesazhi për sot, lidhja personale. Tani, mesazhi për sot, universi ju dërgoi këtë shenjë, jo sepse jeni i thyer apo i humbur, por sepse jeni gati. Sot, frekuenca juaj u përputh saktësisht me frekuencën e mesazhit dhe veli u hollua aq sa duhet që ti të dëgjosh atë që universi po përpiqej t'ju thoshte prej kohësh. Nuk je këtu rastësisht. Ti je këtu sepse shpirti yt po zgjohet. Merr një moment. Ndjej fuqinë e kësaj të vërtetë. Ti je udhëhequr. Ti je i dashur. Ti je pjesë e një plani të madh. Pika 5 praktika me 5 hapa, udhëzimi praktik. Për të forcuar këtë lidhje, janë një praktik e thjeshtë me 5 hapa. Filloj sot, mos presësh. Hapi i parë, deklarata e mëngjesit. Çdo mëngjes, para se të ngrish kafen, thuaj me zë të lartë, univers, po dëgjoj. Më trego shenja sot. Thuaj me bindje, sikur po nënshkruan një kontrakt me yje. Kjo hap kanalet. Hapi i dytë, praktika e ndërgjegjësimit. Disa herë në ditë, në pauzën e drekës, në makinë, ndalohu. Merr 3 frymëmarrje të thella, hyr, mbaj, dal. Pyet, çfarë shenjash kam marrë sot? Një numër? Një mendim? Një ndjesi? Shënoje në një notesë. Kjo ndërton vetdijen. Hapi i tretë, përgjigja e mirënjohjes. Kurdoherë që njeh një shenjë, një numër, një pengesë, thuaj menjëherë, faleminderit e mora. Kjo amplifikon energjinë, si një ihon që kthen mesazhin më të fortë. Hapi i katërt, rishikimi i mbrëmjes. Para se të flish, ulu në qetësi. Pyet, çfarë shenjash mora sot? Çfarë më thanë ato? Reflekto pa gjykim. Kjo integron mësime. Hapi i pestë, praktika e besimit. Kur një shenjë nuk e kupton menjëherë, mos u frustro.
Thuaj, nuk e kuptoj ende këtë, por besoj se qartësia do të vijë. Besimi është qelësi, universi e plotëson atë që ti hap. Praktiko këto dhe në një javë do të shohësh ndryshime. Shenjat do të bëhen më të qarta, më të shpeshta. Pika 6 Mesazhet universale, thellimi emocional. Së fundi, 5 mesazhe universale që universi po të thotë sot përmes kësaj videoje. Nuk jeni mbrapa, jeni pikërisht aty ku duhet të jeni. Koha nuk është armik, është aleat. Çdo vonesë ka qenë përgatitje. Thyrja ishte e nevojshme, ajo që u shpërkohet e fundit, një punë, një lidhje, një besim, nuk mund të mbështeste aty ku po shkoni. Ishte një pastrim për hapësirë të re. Besoni atë që po ndjeni, intuicioni juaj nuk gënjen. Universi po thotë, ti e dëri. Dëgjo zërin e brendshëm, ai është zëri im. Është koha për të lëvizur, mos prit më. Koha është tani. Hapi i parë është vendimi për të besuar. Jeni të mbrojtur, universi nuk të lë vetëm. Çdo sfidë është një mburoj, çdo errësirë një dritë e ardhshme. Ti je i sigurt. Përfundimi, thirrja për veprim. Ti je një qenie shpirtërore që ka një përvojë njerëzore të përkohshme. Shenjat janë universi që kujton vetveten përmes jush, ti je një copës e tij duke u zgjuar. Bëni një zgjedhje sot, besoni shenjat, dorëzohuni në kohën hyjnore dhe veproni me kuraj. Universi reagon ndaj energjisë suaj. Kur i besoni, ai bëhet më i besueshëm, më i qartë, më magjik. Nëse je gati të përqafosh plotësisht këtë të vërtet, shkruaj në komente, unë jam duke dëgjuar. Shiko si energjia lëviz, jo vetëm në ty, por në të gjithë komunitetin. Faleminderit që dëgjove sot. Universi të do.